fakt është një gjë që unë e kam dhe për zëmër, por që kryeministrit, nuk e di juve, ka bërë një full screen të lutem. Ishulli në Osum, unë e kam bërë pyetje kryeministrit kur e kam pas në intervistë, do ta bëj tha, parasi se e proklamoi në 3D në mandatin e parë. Ky është një projekt i bërë nga inxhinierët italianë gjatë luftës së dytë botërore, po që nuk u ndërtua kurrë. Ti je dakord që të bëhet ky ishull? Atëherë më lejot ta them kështu. Ishulli nuk është qëllimi në vetvete, nuk duhet ta ngatrojmë. Berati nëse ka sot asetin më të madh që e ka të pashfrytzueshëm është lumi. Nuk është shfrytzuar. Shfrytëzohet lumi. Do të shpjegoj pse. E para nëse shefatitit ti atje ke një pasqyrë ujore shumë të madhe, që realiteti s'është ashtu. Po s'është ashtu. Tani me ndryshime, tani shiko, ti e mban mend zonën, unë kur jam rritur, tomori në gusht, maja tomorit rinte me borë. Po. Tani ti në prill, maj nuk ke më borë në tomor. Që do të thotë, nuk kemi ujë në Osum. Është zvogëluar, janë zvogëluar prurjet. Patjetër. Shonemi në sezon akoma sezon rreshjes në Thonjza. Po kur vjen aman ai, e rrëmben ishullin edhe i Beratin. Jo, do të shpjegoj diçka. Se tani mos bëjmë ne ndërmben ishullin se ka ecur ai shumë teknologjia e ndërtimit që sepse janë ngrit qytetet në det, në ishull, jo më vetëm më dëgjoj pak Klota. Duhet të largohemi nga qëllimi në vetvete që është ishull. Më dëgjoj. Dhe për mua ky është projekti më i rëndësishëm ose dy janë projektet, ne kemi shumë projekte për qytetin, po dy janë projektet më të rëndësishme. Qershia mbi tort është Kalaja dhe plotësimi i gjithë restaurimi Kalas flasim. Dhe me krijimin e gjithë pika, domethënë krijimi parkimeve, domethënë transformim funksional i Kalas. Nuk është se ne do ndryshojmë shtëpitë e tjera. Kalaja bukurinë ka atje. Po kaldremi do rregullohet, ndriçimi do rregullohet, hiqen ato kabujt e varur, do pastrohet. Ka ndodhi në Gjirokastër? Shumë komplekse Kalaja e Beratit, se Kalaja e Gjirokastër është e pajetueshme. Ne kemi qytet, ne jetojmë njerëz. Është lagje qyteti, aty ka banorë që jetojnë 12 muaj të vitit. Domethënë Kalaja është një dhe projekti i dytë është Shtrati i Lumit. Të dy do jenë projekte emblematike për Beratin. Dhe çfarë presupozon Shtrati i Lumit? Shtrati i Lumit pikë pari është krijimi i një pasqyre natyrore midis dy lagjeve historike, që do të thotë, do të kërkoj ndërhyrje inxhinerike, do aty ku kemi digën, se ka një digë Osumi aty që përdoret edhe për vaditje. Ajo diga nëse ngrihet, po brenda të gjitha kushteve që çdo lloj dhe uji vjen pothuajse në këtë drejtim. Vjen dhe me këtë pasqyrë? Po. Edhe këti krijon një pasqyrë ujore. Gjatë kohës që s'ka rreshje flasin ishull do bëhet. Që janë 10, ja dëgjoj pra do vi me radhë. Që janë 10 muajt e vitit. Në fakt sot që ne flasim, ai ishulli që shikon ti aty është më i madh, se është ishull natyror. Unë të sfidoj të hap Google-in tani vetëm futu në art atje, edhe shih, po, e ke fizikisht aty. Është sot. Vetëm thjesht me bimësi, domethënë ekziston, bile është më i madh se çfarë që atje. Po jo i ruajtur. Është natyror, thjesht është krijuar nga dherat që kanë ardhur nga prurjet e tjera me radhë. Tani ne duhet ta rikthejmë shtratin e lumit të përdorur. Kush është ëndra ime? Do duket pak e çuditshme, po besoj në fund do biesh dakord me mua. Çdo beratas, të paktën i gjeneratës time dhe më të vjetrit nuk diskutohen, po dhe pak më të vegjël se mua, ne notin e kemi mësuar në lum. Po not lumi them unë. Ne notin e kemi mësuar gjithë në lum. Me rrjedhë. Ne në verë, në brezin tim nuk shonim dot në plazh 3 muaj të vitit. Ne rinim gjithë në lum. Po nga dita e parë që mbyllesh shkolla, edhe gjatë shkollës, po kur mbyllesh shkolla nuk diskutohej. Po 3 muaj ishim lum. 3 muaj ishte vetëm lum. Dhe ka qenë eksperjenca të jashtëzakonshme, që unë besoj që fëmijët e sotëm i mungoj shumë këto eksperiencë. Fatkeqësisht kjo ka humbur. Ti nuk shef më njerëz në lum. Mos më thoj që do bësh plazh. Dëgjoj tani. Dëgjoj më. Në fakt tuajt shkojnë sot në lum. Që flasim ne. Po ka një barierë lumi i Beratit sot. Nëse shikon gjithë gjatësinë e qytetit, zonës urbane, ne si shumë qytete në Shqipëri fatkeqësisht. Ujërat e zeza, ne i derdhim ku është pika e kontaktit parë me ujin, që i bie jetë lumi. Dhe ne i derdhim lum sot. Po.
Për pak javë në Berat fillon implementimi i projekti 26 milion euro, që është një arritje jashtëzakonshme, e financuar nga qeveria gjermane nëpërmjet KFV-s, që ne do ndërtojmë implantin e përpunimit të ujrave të zeza, që do të thotë i gjithë gjatësia e qytetit, ujrat nuk do të derdhen më në lumin o sum. Po ato do të mblidhen, janë ndërtuar një pjesë e mirë e kolektorëve tashmë të ndërtuar. Në hyrjet të qytetit do të ndërtohet implanti i përpunimit të ujrave, ai përpunojnë ujrat dhe ti mund ta përdorësh për vaditje ose hedh në lum edhe është ujë sanitar, është ujë i pastër. Që do të thotë, në gjithë gjatësinë aty që kemi ne nuk do të kemi më ndotje, e para. E dyta, kjo do japi një garanci psikologjike njerëzve që nuk ka më probleme, se tani se ka ndryshuar çik standardet tani në krahasim. Na e bëjmë pisë edhe ata skrapalinte. Po s'ka, natyra e blua në rrugës atë mos kemi rak. Por ajo do të, domethënë, projekti 26 milion euro që ka të bëjë me heqjen e ndotjes lumit të sum, është e para. 2. Projekti inxhinierik për të krijuar këtë panoramë dhe pasqyrën ujore në një aset jashtëzakonshëm të qytetit. 3. Krijimi i ambienteve të reja publike. Ti quaj ishull, quaj gadishull, unë quaj si do ta bëni ishull? Edhe njerë pra, është domosdoshme se shtrati është atje, ajo është atje. Ti do përdorësh të krijosh asetet, të krijosh hapësira të reja publike. Unë e bëj këtë pyetje sepse them si do mbrohet. Jo, si do mbrohet sepse prurjet është gjë më e thjeshtë, mos e s'është problem, ë? Se çfarë ka si edhe njerëz. Jo, edhe njerëz. Unë kam pasur shtëpinë në buzë të pallati im ishte buzë lumit. Më beso vetëm për një gjë. Gjëja më e thjeshtë është krijimi i një perimetri me pilota që mos ta marri të vi lumi e të vi çfarë dojë, nuk e merr s'ka garanci. Nuk është problemi inxhinierik. Problemi është që ti si ansambël. Problemi është që ne duhet të kemi aty diçka të shkrirë, sepse është në zemrën e qytetit, është midis dy lagjeve muzeale. Dhe ne duhet të balancojmë të gjitha gjërat bashkë. Ne duhet të balancojmë hapësirat publike me ruajtjen e identitetit të qytetit, krijimin e aksesit në lum, vizualisht krijimin e një panorame krejt tjetër për Beratin, sepse më beso mua, kur mbushet ai shtrati me ujë, dhe kur ti je shef, të jep totalisht tjetër emocion. Se sa kur ti je shef sot që aty kalon një sirke. Është totalisht janë dy gjëra krejt ndryshme. Dhe këto gjëra tani ka ardhur momenti që ne mund ta diskutojmë këtë, sepse si thash, projekti për heqjen e ndotjes tashmë fillon implementimi. Është duke u bërë projekti për sa i përket pjesës inxhinierike të sigurisë së lumit, sa ajo do jetë një gjë e studiuar, sepse pritat për të arritur këtë gjë, pritat fillojnë lart. Po, më kupton, sepse ajo është një ansambël inxhinierik që krijon këtë gjë, nuk është se ti vetë vën një tani me Beratin mbarove punë, domethënë po m'pëlqen shumë kjo, po re me skraparën, një rrugë nuk ndërtua. Domethënë nëse ka një skrapali që gjën e parë i kërkon politikës dhe qeverisë është rruga, gjë më elementare. Çdo rrugë në Shqipëri është bërë, në Skrapara s'ka rrugë. Tani çfarë do bëj drejtuesi i qargut? Ti je, po themi kështu, i fundit ose shpresa e fundit në këtë drejtim. Unë besoj që tashmë unë kam një lajm shumë të mirë. Kush është lajmi? Unë e kam ndarë dhe me banorët e Poliçanit edhe të Skraparit. Ja u ke dhënë lajm tjetër. Po, e kush është lajmi? Tashmë është futur në programin qeverisës dhe pjesë e projekteve të Ministrisë së Infrastrukturës. Në 2026 kjo rrugë do të fillojë. Cila rrugë? Është totalisht, domethënë rruga pjesa më e madhe është trasë ere. Berat-Çorovot e keni filluar? Berat-Çorovot. Po do jetë ere? Do shkurtoj 14 kilometra. Dhe nga 52. Nga 52 do zbresi në, le themi në 35 afërsisht. Dhe do të jetë një do ulet poshtë shtretit lumit, sa në fillim do djegi Luginën, sepse ti secën Lugin sot. Nëse ke parasysh kur ikën Poliçan ti ikën kalon kështu ndërkohë. A di këtë që inxhinieri është futur në burg? Se kjo është rrugë që ka filluar në vitet 30, ë? Po, shiko, atëre ka qenë çik, se po dalin prapë te kushtet e ndërtimit, se ka ndryshuar shumë tani teknologjia. Po plus që dhe sistemi ka pasur rrugë të tjera. Projekti është bërë nga arkitekt të zonës. Shumë të njohur, se s'du t'i përmendem. Po ka tunele apo thjesht është vetëm atëre janë dy opsione që një mund të ketë një tunel të vogël, jo shumë të madh, jo si këto tunelet që ne po shohim që përfundojnë. Por është i projekti i mbaruar, është i përfunduar. Është i bërë projekti. Edhe një herë, projekti ka përfunduar. Dhe është poshtë në Luginë, ë? Më dëgjoj, projekti ka përfunduar. Ka përfunduar. Një pjesë e gjurmës është gjurmë e re. Përdoret Lugina për të kaluar një pjesë të mirë të këtij trajektore dhe shkurtimi që ty të vjen sepse sa minuta presupozoj? 35 minuta janë në Çorovot. 35 minuta janë në Skrapar. Në Çorovot. Në Skrapar. 15 minuta do është Poliçan. Berat Çorovot po thoni ju 35 minuta. 35 minuta. Nga Berat Çorovot që është 2 orë sot.
Nuk është 2 orë, 1 orë 20 minuta, po... Jo 1 orë 20 minuta. Me çaj ikën ti? Me Formula 1? Me këto, me Ferrari? Jo, me makinë normale, me furgon. Berat Çorovot është 2 orë... Dakor, tjetër 2 orë nuk është aq, po gjithsesi. Pak rëndësishme, e rëndësishme është që do minimalisht do përgjysmohet. Më shumë se përgjysmohet koha. Po, më shumë se përgjysmohet. Dhe kjo do e bëj qarkun, po prit, sepse e rëndësishme nuk është vetëm rruga Berat Çorovot. Lidhja tjetër, se është bërë xhep skrapar. Tjetër. Fillohet ju me këtë xhepi, ma bëni mua xhep kur futa në zyrën Gjoçik. Kur futa në zyrën 19-ën, unë kishte një pesimizëm të frikshëm të njerëzit. Gjërat i dëgjoheshin 2. Berati është xhep, Berati nuk bëhet. Kudo që shkoje xhep nuk bëhet. Bravo, sot xhep nuk s'ka nevojë të jetë xhep. Plus ne kemi hapur se ty po të vjen Ballabani në Ikra. Kemi hapur rrugën drejtim Grapshit, kemi hapur rrugën drejtim Mallakasës. Do hapet rruga tani 26, fillon drejtim Skraparit, hapet drejtim Përmetit, do shkojnë drejtim Vitkuqit, tani kjo Çorovota ku? Do të Berat Çorovot po. Berat Çorovot Përmet. Çorovot Përmet. Ajo te 3 urat. Dhe kjo pastaj do e hapi. Sa kilometra Çorovot Përmet? Tani s'ka ngelur shumë asaj, sepse një pjesë është bërë, pastaj ka ngelur 20 kilometra do e. Do të je duke thënë që Çorovota nuk mbetet më xhep dhe do bëhet rruga Berat Përmet. Çorovota nuk është atëherë më dëgjoj pak kontekstin e gjës. Unë besoj që qarku Beratit. Po? Qarku. Po? Dhe pastaj qofse do t'i marr gjitha bashkit me radhë. Qarku Beratit në vetvete, nëse ne hapim hartën sot, ne e shikojmë Beratin në zemër të jugut. Ne jemi me distancat barabarta me kufin në lindje, kufin perëndim dhe kufin në jug. Merre shife e ke mes. Tani, ne për të ikur jug lindje apo jug perëndim ne ikim Verinjër, se ikim lart, pastaj kthehemi Majtas ose Djathas dhe zbresim për jug lindje apo jug perëndim. Kjo nuk do ndodhi më, sepse ne kudo jemi ne thjesht do çajm. Dhe rruga që unë të përmenda, se s'ma dëgjove, të thash Berat Skrapar Përmet, Berat Skrapar drejtim Potomit, Potom Vitkuq. Vitkuqi jenë Korç. Po del Korç pastaj. Po ana e Tomorricës? Dhe këtu do dal tani. Dhe tani këto që të përmenda, po këto miniatura do fillojnë shumë shpejt. Këto janë projekte. Këto janë projekte do fillojnë shumë. Do nuk është vetëm Çorovot Përmet, po është duke u diskutuar Çorovot Korç. Vitkuq, Korç. Po. Pastaj është duke u diskutuar në fakt bashkë me ministren e infrastrukturës, Zoe Balluku, që të ringjallet tradita e rrugës së karvaneve, të cilët i dalin pjesës Tomorricës që thuat nga krau tjetër, nga Gramshi del mbrapa Tomorit. Mos më thuaj që është projekt rruga, po tjetë ajo? Atëre, unë mendoj që ne do punojmë shumë fort për bërë projektin. Në qoftë se unë për këto të thash që projekti janë gati, këto do ecin, do bëhen. Nëse këto janë në fazën e idesë. Kjo është ajo del në Berat pastaj, sepse i bi del poshtë, ti zbret direkt në Berat. Dhe ti pastaj ke Berat Korç 50 minuta, do të thotë shumë afër. Dhe karvanet ashtu kanë ardhur. Zonat e Tomorricës kanë ardhur nga mbrapa, le themi, mali Tomorit. Kasabashit, ura do kalojnë ande. Dhe kjo gjë do e kthej qarkun. Nëse ti mendon se rruga e Ballabanit po mbaron. Tani po ta filloj nga Berati unë. Ti do kesh 2 rrugë që shkojnë që janë V. Një në Korç, një në Tepelen Përmet. Ke një rrugë në mes që shkon Skrapar dhe ajo prap ka një V tjetër. Përmet Korç. Do të thënë më e rëndësishme nga gjitha këto është që rruga e karvaneve Çorovot Tomorric do jetë rrugë, do bëhet projekti për ai do bëhet projekti i ri me standarde shumë të larta. Çorovot Tomorric Gramsh. Dhe ajo del pasaj dhe në Berat. Del në Berat, se ne kemi lidhur tani pjesë të Gramshit, sepse ne kemi bërë një rrugë tani që del Qafdar, Berat. Është duke përfunduar tani. Gjurma ekziston se e kanë bërë të parët tanë, nuk ka se domethënë korçarët aty kalonin, shkonin merrnin krip Vlorë, domethënë i binin Tomorit rreth për qark, zbrisnin Berat, iknin vazhdonin rrugën. Dhe këto 2 vët që unë të thash, se janë 2 vë ato, janë 2 vë të mëdha dhe është dhe një vë më e vogël, dhe ke një arterie në mes. Shumë interesant. Kjo gjë e hap qarkun në një dimension krejt tjetër. Rrugë e Ballabanit, se do të fillojmë gjëra më rar. Ballabani përfundoi. Ajo është. Ballabani përfundoi. Momentin e bëjmë aksin qendror Berat Skrapar me degëzimin e Përmetit, bëhet degëzimi i Vitkuqit dhe pastaj qershia mbi Tor do të jetë rruga e karvaneve që do të jetë në drejtim të Korçës. Për qarkun ky do të ishte një transformim i jashtëzakonshëm sepse ne bëhemi. Në sa vite mendoj gjithë këto?
unë besoj që rruga për Çorovod edhe për Met, Berat s'ka par për Met, fillon 26-ën edhe përfundon, sa do ketë limitet kontrata, do përfundoj shumë shpejt. Por unë mendoj që Berati 4 vjeçari, unë shikoj një probabilitet shumë mirë, dhe ne do punojmë shumë fort për të realizuar gjithë. Që dhe ajo që është më e largëta, sepse rruga e karvaneve është më e largëta, sepse duhet bërë projekte etj, po unë besoj që dhe ajo në bashkëpunim me deputetet e Korçës, sepse duhet kuptojmë, i jepet një avantazh shumë i madh Korçës, sepse ajo na bën të dyve shumë mirë. Unë besoj që bashkë me deputetet e Korçës ne do të punojmë fort që atë rrugë ta bëjmë realitet. Dhe qarku Beratit pastaj, unë ja thash dikush me gallat, nga xhep kulet, dhe qarku Beratit kthehet në zemrën e një unaze shumë interesante të jugut. Po, unaze e jugut. Është një unaze e jashtëzakonshme. Dhe me asetet që ka qarku, dhe ti mund të vinë turistët në Shqipëri dhe nuk ka nevojë të shkojnë në asnjë vend të Shqipërisë, po vinë vetëm te kjo unaza dhe ti bën Berat, Përmet, Gjirokastër, Korçë, Sarandë, Det, Mal, ku dush. Ta mbyllim më mirë me këtë, se kjo më la shije shumë të mirë. Të falenderoj shumë zoti Demo, të uroj suksese në garën e 11 majit, edhe në pritshmëri për të realizuar gjitha këto projekte kaq interesante. Shumë faleminderit. Edhe juve shumë faleminderit për ftesën. Qofse ke një mesazh për zgjedhësit e qarkut Beratit, se e drejtuesi i qarkut. Mund të thuash në mesazhi është i thjeshtë. Energjia pozitive që lista e kandidatëve sjell, propozimet që ne kemi për atë çfarë ka ndodhur në fakt deri më sot edhe për transformimet që ne kemi parë në qarkun e Beratit, por dhe mbi gjitha për ato çfarë do të bëjmë në të ardhmen e afërt, nuk ka absolutisht asnjë alternativë tjetër përveç se kandidatëve të Partisë Socialiste në garën e 11 majit. Prandaj Berati më i bindur se kur në 11 maj do ta shprehë dëshirën e vet për avancimin me shpejtësi të gjithë rizursëve të këtij qarku të jashtëzakonshëm, do ta shprehë me votë. Dhe ajo është vetëm Partia Socialiste. Faleminderit zoti Demo. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ndoqët një intervistë me drejtuesin e qarkut të Beratit të Partisë Socialiste, zotin Ervin Demo.